Mirëmbrëma miq të Radio Televizionit Korçë, jemi rikthyer si çdo të njëjtë në emisionin Thashë Theme Sport. Mirëmbrëma Petrika. Mirëmbrëma Enea. Është kënaqësi që ritakohemi në emisionin tonë të mbasdites dhe tani temat që ne kemi diskutuar sigurisht shorti kombëtares, besoj se jemi ndër të parë emisione që do ta analizojmë ose komentojmë këtë emision sepse jemi kështu shumë afër shortit. Është dita e shortit, në fakt dhe të gjithë janë marrë vetëm me shortin sot sepse kemi mësuar zyrtarisht dy kundërshtarë që do të kemi përballë, do me thënë dy kundërshtarët e mundshëm, sepse janë më shumë se dy, por do të duket se si do të shkojnë gjërat në fakt, dhe a do të arrijmë dot të kualifikohemi në botror. Fillimisht do të kemi Polonin përpara, kombëtarja shqiptare do të ndeshet me Polonin për të tentuar më pas në një kundërshtar tjetër që ndoshta mund të jetë pak më lehtë, mund të jetë pak më vështirë, nuk i diet. Gjithsesi, gjithë tema e sotme do të jetë pothuajse e fokusuar tek kombëtarja shqiptare, sepse nuk e di a do të na teproj koha për të folur dhe për ndonjë temë tjetër që ne përsëri e kemi në agjendën e sotme, por që do të shohim a do të na teproj koha. Tani, vim nga dy ndeshje pozitive, sepse edhe me Anglinë, luash me Anglinë nuk është e lehtë dhe kombëtarja shqiptare Petrika tani është zyrtarisht në play-off dhe sot ka mësuar, domethënë i marrin pak gjërat me radhë edhe për ndonjë tifoz që nuk është se i ka ndikur zhvillimet hapasapi. Luajmë në play-off fillimisht me Polonin. Tani shiko, është një kundërshtar që ne e njohim tashmë, kemi zhvilluar dy ndeshje në eliminatorët e Europianit, pastaj kemi unë them që regjia na ndihmon ndërkohë me momentet e shortit. Unë them që është një ekip fizik, ne jemi në një moment shumë të mirë të kombëtares tonë, pra elementi është aty, dëshira është aty, pasioni është aty. Ne mundet të bëjmë shumë mirë, mundet ta eliminojmë Polonin sepse nuk është ndonjë kundërshtar i një niveli të panjohur për ne ose një kundërshtar i nivelit të Anglisë apo Spanjës apo Hollandës. Vetëm para 2 vitesh në fakt ne e kishim sfidën me Polonin dhe ja kemi dalë në mënyrë perfekte, pavarësisht se humbëm në Poloni dhe fituam në Air Albania, por që u kualifikuam në Europian, kur kishim një kundërshtar si Polonia. Faktikisht në Europian, ndeshje e parë ka që mos gaboj me Polonin dhe ne kemi humbur 3-1 dhe ishte humbja e dytë që ne e luanim në mënyrë shumë të mirë në stadiumin e Polonisë, flas në stadiumet e saj, që luanim në mënyrë shumë të mirë, po prap pati nuk ishte me në ato ndeshje dhe Polonia na ka mundur. Shpresoj që të mos na ndodh përsëri e njëjta gjë, që të bëjmë një ndeshje të mirë në Varshavë ose nuk e di ku do mbahet ndeshja, sepse Polonia ka disa stadiume të cilat besoj në Varshavë. Ka shumë stadiume të cilat i kanë. Në fakt më duket se ishte përcaktuar në mos gaboj. Në Varshavë, mbase gjithsesi është pjesë tjetër kjo, unë flas për fushën, për stadiumin, për ne e njohim. Ato janë stadiume me kapacitet shumë të lartë dhe mos harrojmë të bërë edhe Europiani. Gjermani, Polonia ka një tifozëri ndoshta edhe pak më të zjarrt se kjo e jona. Tifozët polak shquhen në gjithë Europën si nga më tifozët e Legias kanë bërë shumë spektakël me kështu me pyro show edhe të tjera. Këtë po thoja, domethënë na penalizoi disi kjo pjesë. Patjetër, fakt domethënë do ishte më mirë ta luanim brenda, po këtu na bllokon te shorti, gjithsesi do ta luajmë në Poloni, ndeshja është me një takim, është një moment që nëse ndodh diçka, një episod, një diçka atëherë të ikën pothuajse gjithë mundi sepse është e vështirë të reagosh kur ke të bësh vetëm me një ndeshje. Por fakti që nëse ne qëndrojmë stabil në lojë dhe nëse çojmë rezultatin, si të thuash 0-0 ose bëjmë ne presionin, kalon në shtesë, rritet presioni për ata pastaj. Do të thënë mos të pësojmë gol, nuk duhet të pësojmë gol, se pastaj është e vështirë që të reagojnë. Po, kjo është kanë gjithmonë këta. Po, këto ndeshje atë kanë pikën kryesore. Gjithsesi unë them që mbrojtja ne mund të themi që është nga repartet më të mira që ne kemi, na ka dhënë garanci, kështu që mendoj që ne do të arrijmë të bëjmë një ndeshje të mirë dhe unë shpresoj tani te kualifikimi sepse kjo pjesa shkuam deri këtu, unë nuk e kam qef. Nuk të mjafton. Jo, s'më mjafton, okay, arritëm deri këtu, tani o të shkojmë ta marrim atë, se në fund nuk është kjo është ëndra e gjithë shqiptarëve, që shkojnë në botror, nuk ka diskutim kjo pjesë. Po gjithsesi, ata që kënaqen me deri këtu ku vajtëm, sidoq të vej, jo. Ne duhet të shkojmë aty ku, domethënë, arritëm deri këtu, ne duhet të marrim maksimumin. Ne mund të kënaqemi, Petrika, vetëm me faktin që kemi zhvilluar eliminatore shumë
shumë të mira. Do me thënë me pak luhatje nga ndeshja në ndeshje, por këto 4 ndeshjet e fundit po themi na rikthyen atë qetësi, na rikthyen ekuilibrin dhe lojën e mirë të skuadrës në përgjithësi. Se sa merit kishim ne ose se sa mirë ishim ne në këto eliminatore, unë nuk mund ta them, por më pëlqen pjesa e kundërshtimit që kemi me njëri tjetrin, madje tani përfitoj që të bëj atë dhe lezetin e emisionit ton telefonatat dhe ftoj regjin që të na shfaq numrin ton të telefonit në ekran për gjithë ata që duan të na telefonojnë dhe të jenë ata, sepse vetëm mendimi jote dhe mendimi im më pëlqen kur ne për këtë punë jemi këta. Ndajmë dhe me shikuesit që na ndjekin. Atëre po thoja që ne nuk është se kemi zhvilluar ndeshje të shkëlqyera ose ndeshje të cilat ne gjetëm një Serbi në kaos total, qoftë politik, qoftë futbollistik, me trajnerin probleme, me shtetin probleme. Se nuk duaj që ta, po fillove t'ja heqësh merita. Jo, po do t'ja jap merita, përderisa kemi arritur këtu normalisht që kemi merita. Mirë po, ne barazuam në fushën e Letonisë që duhet ta kishim fituar atë ndeshje. Gabim, aty menduam se nuk do kishim më shanse për të u rrëzuam edhe moralisht. Ndeshja me Serbinë e luajtëm shumë mirë brenda Nairobena, duhet ta kishim fituar atë ndeshje. Të tjera të lëna, 4 pikë. Pastaj, në ndeshjen me Serbinë të thash, kaosi, çdo problem që ata kishin, ndeshja luheshin në një stadium të vogël, pra nuk arritën dot të jepnin më të mirën, qoftë futbollistët, qoftë tifozët. Janë Serbi ata. Domethënë ishte Serbia, nuk ishte ajo Serbi që ne kemi luajtur, jo ne, po nuk ishte ajo Serbi që mundi Portugalin, la Portugalin për laureatorët e europianit dhe të botërorit e la poshtë. Pra, u kualifikua direkt në botëror Serbia. Ishte një Serbi që mundte pa problem Danimarkën, Hungarinë, Italinë. Ishte një Serbi e frikshme përpara 3-4 viteve, që është një kohë shumë e afërt, e kupton? Çdo ekip pëson një lloj rotacioni. Dhe tani ndodhi kjo tranzicioni që se pastaj ekipet e tjera e kishim ne. Fati ton më që po fati ton, po tani. Por edhe merit, dhe merit, patjetër, po ne kemi brez shumë të mirë lojtarësh dhe nëse ne do dim t'i marrim më të mirën këtyr brezi, ne mund të dalim në një lojë akoma shumë më të mirë dhe mund të jemi ne ata që të kualifikohemi përballë Polonisë në fillim, se pastaj Ukraina dhe Suedia ka probleme. Për t'i patur edhe si më të freskëta, mund të them, 2 ndeshjet e fundit përballë Andorrës dhe Anglisë, regjia mund na i shfaq episodet e këtyre 2 ndeshjeve në ekran, t'i ndjekim njëra pas tjetrës, sepse janë 2 ndeshje që mua personalisht më kanë lënë një shihet të mirë. Edhe ndeshja me Anglinë, deri në momentin që pësuan golin e parë, Shqipëria po luante shumë. Po luante denjësisht. Po dhe Anglia me sa duket kemi një telefonat. Po, kemi telefonatën e parë ndërkohë. E mirëpresim. Alo, urdhroni. Po, përshëndetje. Shëndetje. Po, urdhroni. Iliri jam nga Elbasani. Iliri me sa duket tani është mik i emisionit ton. Po. Atëre Ilir, si mendon për shortin e Shqipërisë? Shiko, nuk ishte ku të dhemë se vajtë si të suq paka shumë ke i njëti nivel haka ke i zoti, sepse po të më kësheron me Italinë, Portugalin, Danimarkën, unë them që do ta kishim më vështirë. Po, pra mendon se mund I pëlqen shorti, do me thënë. Po. Tani, unë gjykoj kështu që gjysmë finalja është më vështirë se finalja. Jo. Duhet ta kalojmë Polonin. Shiko, Polonin duhet ta kalojmë, patjetër. Sepse çifti Suedi-Ukrainë, Suedia nuk është në atë nivel që ka qenë përpara. Nuk duhet të nxitohemi, mendoj, me këtë deklaratë, me këtë që ti the, sepse Suedia ka ndruar trajnerin dhe ka ardhur dhe deri në mars mund të rikthehet edhe njëra ajo Suedi që ka qenë, sepse ka qenë në nivel shumë të lartë. E kuptoj. Por kur e ka mundur Kosova, them që do ta mundim vënë. Ky është një gabim. Do ta mundim vënë. Ukraina, dihet, nuk është dhe Ukraina e parë që ka qenë. Ka dhe situata luftës bët vetën. Po. Pra kemi arritur në një moment shumë vendimtar. Duhet të kalojmë Polonin. Edhe unë mendoj si Iliri në fakt, vërtet është vërtet. Do të veshemi me çiftin Ukrainë apo Suedi. Do të jetë shumë mirë me Në rregull, Iliri, falenderojmë për telefonatën, dëgjohemi sërish në emisionet e radhës. Respekt me ju për emisionin dhe natën e mirë. Faleminderit, natën e mirë. Shiko, jam pak dakord me pjesën që më vështirë është Polonia se sa një nga mes Suedisë dhe Ukrainës. I shikoj si Iliri, më çuditërisht. Jo, nuk jam dakord. Pak sidomos Ukrainën, Do doja më shumë do doja Ukrainën. Mirë, dakord, ne dhe Ukrainën e kemi skuadër që jemi përballur edhe kemi mundur, po. Puna ashtu tani.
Edhe me Italinë po të luanim unë prap do kisha një lloj shprese. Unë them që nuk kalon Ukraina, por do të kaloj Suedia. Janë 230 milion euro në sulm. Je fiksuar me këtë. E ke thënë edhe herë tjetër. Je fiksuar me Isakun edhe me Gyökeresin. Po shiko tani, po bëhet fjalë për dy ose të mirë të Premier Ligës. Jo të Premier Ligës, të botës janë ata. Më të shtrenjtët për momentin, më të mirët që edhe pse nuk po e tregojnë 100% që i kanë nuk po justifikojnë, po them ato shifrat e çmendura që u shpenzuan për këta dy futbollistë, por që fakt Petrika është që Suedia sot për sot është top. Dhe momentalisht po mars, shikoj deri në mars nuk ke ndeshje të tjera. Kjo është ndeshja e fundit. Trajneri është ndruar, do të ketë mundësi të mira për të punuar dhe ndoshta dhe Isak dhe Gyökeres vinë në formë. Dhe kjo është problemi i madh. Shikoj, të dëgjojmë në fakt se çfarë thonë edhe shikuesit që na ndjekin, sepse tani me sa duket telefonatat filluan edhe normalisht që gjithë do t'japin mendimin e tyre. Kemi një tjetër telefonat ndërkohë. Përshëndetje, Muhamedi nga Paris i vogël. Muhamedi është ndjekës i rregullt i unë e dëgjoj shpesh në Radio Tirana që telefonon. Domethënë komplet rritjen e RTS-s Muhamedi e ka fiksim. Pas Tirana. Po unë ju dëgjoj gjithmonë në çdo mëngjes sepse bëj rrugë në mëngjes dhe kam edhe unë në radion te Radio Tirana sepse fatkeqësisht pasi kalon qarkun, domethënë si të thuash fshatin Flosh, Radio Korsha nuk ka një sinjal të mirë dhe detyrojmë të kaloj tek Radio Tirana dhe Muhamedi është gjithmonë aty me Rezar Xhaxhiun duke dhënë opinionin e tij. Të dëgjojmë tani edhe për sport, jam shumë kurioz, a ke të njëjtë aty njohuri ose informacione ashtu siç i ke për gjitha fushat? Unë sa kam njohuri për në ranë vazhën e qeta, po jo? Po, nga vazhën e tretim. Çfarë skuadra kemi të dy City. Po me Poloninë, me Poloninë kemi ndeshjen edhe. Po, luajmë me Polonin. Kundërshtari i parë është Polonia. Ndeshja e parë kemi Tirana. Jo. Me një ndeshje jashtë do luhet në Poloni. Ajo në fakt ka qenë ndeshje e vështirë, po megjithatë po me këtë skuadër kemi në po të Polonit të mobilizojë përsa i barazim të marrim atje. Me barazim kalon në shtesë, kështu që është vetëm një takim. Duhet fitore deri në fund. Një takim është. Po. Atëherë të shëngohen mikë edhe një fitore të pati 1-0. Atëherë Muhamedi e shikon që nuk janë shumë informuar nga sporti, ti dham ne informata. Ja, pa unë informacion nuk jam, po jam dëgjuesi e Leuti Radios. E di. Të falenderojmë. Faleminderit shumë për telefonatën. Një natë të këndshme. Faleminderit shumë. Faleminderit. Po, logjika është, mire ka po të mobilizojnë se një ndeshje është. Një ndeshje mund të çdo ekip që ka dhe një trajner të saktë, që janë këta trajnerët që din ta përgatisin një ndeshje. Mua më pëlqejnë këta lloj trajnerësh dhe ka shumë trajnerë vërdall në qarkullim që din ta përgatisin se 90 minuta, edhe sikur të jenë diferenca të mëdha mes futbollistëve Petrika. Po, kjo është. Besoj bëjmë dakord që një trajner i mirë di si ta menaxhojë dhe a e kemi trajner e mirë ne? Pyetje kjo. Po këtë di ti më mirë tash, çfarë të them unë? Ti ke rezerva për Silvinjon, mua më pëlqen. Kemi një telefonat dhe më pëlqen kjo breshëria e telefonatave sepse na mban në ritëm dhe ndërkohë edhe ne ndajmë opinionet me dëgjuesit dhe shikuesit sepse kur japim vetëm mendimet tona se si na duket. Alo, urdhro. Alo. Përshëndetje, kush jeni nga telefononi? Jam nga Kuçova. Më shkojmë Pëllumb. Tani ne po thoshim Plumb që nuk është se është ndonjë diferencë e madhe mes Shqipërisë dhe Polonisë. Nuk një ndeshje është, 90 minuta janë ato, ndoshta mund të jenë edhe pak më tepër po shkojnë në shtesë. Kështu që si duket, si jemi, mendojnë që do t'ja dalim pak të ndeshjen e parë me Poloninë, pastaj shohim për më vonë. Jo, edhe unë sportar që jam, e dua sportin, po mas lori kot, se Polonia është ekip më i fortë. Edhe do në raj. Ne nuk lodhemi, do lodhen lojtarët, po ne çfarë do të themi? Mirë, jo. Po them që jam sportar, po nuk kemi kërcë ne. Po ne ka ekip të mirë. Ekip fort. Një tifoz realist, më thënë. Megjithatë e lëm kohë, po Jo, shiko, nuk ka, nuk e tham që në fillim nuk është se ka ndonjë diferencë o bobo, mos shikoj që ata kanë emra pak më të mëdhenj apo lojtarë më të njohur. Diferenca si grup nuk janë shumë të mëdha, janë aty.
thjesht duhet një mobilizim i mirë ose një ndeshje shumë e mirë Një e tanëve. menaxhim I mirë dhe ne mund t'ja dalim, nuk është se është diçka e pamundur. Megjithatë ekipet e vogla kanë bërë futboll. Ekipet e vogla. Po. Ja ti e pa ndorëm, në zi e kaluam ndorëm. Okej. Po mirë ekipet e Polonia është ekipi i vogël. Si thua, përpjekje, edhe mund ta kaloj, po unë shikoj për ato mura. Je skeptik, e kuptuam, jeni skeptik. Okej, Megjithatë ju uroj gjithë mirë ekipit të Shqipërisë, që të lëmë një në kampionatin botëror neve. Të shpresojmë. Faleminderit shumë për telefonatën. Do të dëgjojmë sërish, besoj mirupafshim. Pra ishte një tifoz I cili dyshonte në aftësitë e Shqipërisë. Shne ne aty domethënë. Ç'pun kemi ne në play-off apo në botëror? Po, jo, shiko, fakti që ne vajtëm ka shumë tifoz si zotëria që Jo, nuk tha këtë ai. Jo, nuk kemi kellçe. Nuk kemi kellçe, po kjo do të thotë që ç'ne ne aty. Po kështu I bie. Po jo, nuk I bie. Jo, nuk jemi ne për aty e ka fjalën. Jo, nuk besoj se ishte kjo. Okej, shikojmë ç'do thotë I radhës. Alo, urdhro. Alo, Mirëmbrëma, kush jeni nga po telefononi? Si djali vogël nga Elbasani. Shumë mirë, po. Nuk ka kellçe tha para folsi. Se jeni sigurt Polonia na ra mirë, unë kishe qeftë të ishmë Itali. Na ra mirë, do me thënë na... Jo, absolutisht përveç anglisht nuk na ra mirë. Se kuptoj. Nuk po të kuptoj dot, më fal. Kemi një skuadër të mrekullueshëm bashkë me trajnerin. Është okay Polonia, do me thënë e kalojmë, se kemi problem. Unë e pritëm me entuziazëm, vetëm Kosovë nuk dohen ta kishim përballë. Se kishim, për fat nuk do ndesheshim me Kosovën. Fatin animoj, që kemi dhe vëllezërit atje përballë. Po. Kurse ma do ishte ta kishim Italinë, ta provoshim. Po Poloninë e ham Poloninë po thua? Se po përdorim terma sportiv tani, po e rafim. Unë ju ande. U kualifiku për ato kupën e Shqipërisë. Futbolli jon ka rritur majet, po I thon. Është mirë, jemi mirë. Po, kjo është shumë e vërtetë. Mirë. Ju faleminderit për telefonatën. Me djem që kemi sot, a mrekullu. Po. Mirë është. Ju përshëndes. Edhe ne të përshëndesim shumë. Fat me 2 ndeshjet e fundit. Të shpresojmë. Ne duhet të mbajmë një statistikë tani, që të matim tifozerinë është gjysmë, është Jo, mundohem të lexoj nga telefonata në tjetër, mundohem domethënë këta janë kështu janë tifozët, Petri. Domethënë pak a shumë kështu jemi dhe ne. Unë jam me zotrin që sapo mbylli telefonin që thotë kemi arritur një nivel shumë të mirë loje. Por jo vetëm loje. E rëndësishmja në paktën në këndvështrimin tim është që Shqipëria nuk futet më si inferiore në fushën e lojës, por ka guxim. Domethënë edhe kur përballë emrave të mëdhenj ka guxim. Tani, nëse krahasojmë Anglinë me Poloninë, jo normalisht që luajmë mirë ndaj Anglisë, pse mos luajmë ndaj Polonisë 2 fish më mirë. Kështu që të shohim çfarë do na thotë. Këto janë ndeshje që s'kan nevojë dhe për motivim nga trajneri, sepse lojtarët janë vetë të motivuar dhe çdo gjë është në këmbët e tyre tani. E kupton? Okej, që të mos e bëjmë kështu si, domethënë ti mirpresim telefonatat njëra pas tjetrës, regjia kur ka një telefonat mund ta fut dhe ne le të na përshëndesin ata dhe ne ja kthejmë. Ta kthejmë në një lloj bashkëbisedimi edhe me telefonuesin, sepse është më bukur kështu, kur ndajmë mendimet dhe të gjithë themi atë që mendojmë. Kemi ndërkohë një tjetër telefonat. Alo? Alo, përshëndetje. Po, urdhroni, po na dëgjoni të besoj, jemi disa tifoz. Orime për edicionin. Të falenderojmë. Faleminderit që na ndjek. Po. Kënaqësi. Tani jam mendoj se Polonia e ka një 10%, 5% më tepër se ne. Po, patjetër sepse është një ekip me lojtarë të cilët luajnë në klube nga më të mëdha. Edhe emrat, vetëm Lewandowski është një emër që përmendim. Pra, më kujtohet nesha luajti Belgjika me Argentinën në kampionat botëror. Po. Edhe nesha u da nuk më kujtohet se do vijoj bisedën, por tha sikur ta kisha unë Maradonën, do ta fitohesh unë neshën. Pra sot ata kanë Lewandowskin, ti s'ke një Lewandowskin sul. Jo, nuk kemi. Ne një Armando Broja që kemi edhe se mos na i thot Silvinho këtë tani, ta kisha Lewandowskin do fitoja unë. Lutem.
sikur ta kishim ne Lewandowskin do të fitonim ne. Po mbase, mos na I thot Silvinjo për justifikim këtë gamall. Se nuk në gjoj mirë, lutem, se do e mylli biseden. Prandaj unë jam me zemër e me shpirt në Shqipnin, por duhet të rrim me kam tokë e ju uroj kombëtarës që t'japin shpirtin fush, se kjo është ajo që ne mund t'i fitojmë ndeshjet. Po, edhe në nim Zotit inshallah me fjalë kena edhe fatin me veti. Shumë e vërtet, jam plotësisht dakord me ty. Atë do doja edhe unë të bënim një ndeshje dinjitoze dhe të madhe, pastaj si shkojnë gjërat, do jesh dhe pun fati. Sepse ne rritur si kombëtare, po nuk e kemi edhe fazën tjetër të pjekurisë si kombëtare. Po, pjekuria do në me thonë që me kenë në një nivel të lartë, gjatë që ne me fjalë akoma nuk kemi arritë aja pjesë. Shumë e drejtë. Me kenë një nivel të naltë, ne na duhen lojtarë të kalibrit të naltë, të kishim një broja në kulmin e luajturit, të kishim e tjerë, atëherë me fjalë mund të plotësohet një kombëtare që mund të hishim Polonisë, mund të hishim Ukrainës e tjerë, shumë ekipeve. Por suksesi kombëtares, inshallah me fjalë si thush kena edhe fatin me veti. Natën e mirë. Natën e mirë dhe faleminderit. Domethënë më sakt, zotëria ishte shumë preciz, më po Shkodran. Shkodran, pse Shkodran? Po, jo, shumë e vërtet. Ne imagjino tani, po them 3 shtyllat kryesore ose 3-4 lojtarët që ne kemi shpresa. Aslani, Broja, Nedim Bajrami, po them se është një lojtar që Silvinjo e preferon dhe po, jo, domethënë të 3 këta me ekipet e tyre të 3 janë shumë keq, po. Shumë keq. Imagjino. Aslani humbi vendin e titularit, më shumë keq. Okej, mbase mund ta marr sërish vendin e titularit. Po kur do ta marr tash? Ai duhet ta humbisë. Ne do të përmendim Arbër Hoxha tani, sepse ai është lojtari më në formë. Me sa duket kemi telefonat? Jo, telefonata le të jetin, unë I bëra me shënë gjithë që të jetë telefonata dhe të na bashkohen jo se mbase pret zotëri. Alo. Ja, shko. Alo, urdhro. Përshëndetje. Kush jeni nga po telefononi? Mirë mbrëma, jam nga Vlloqishti, quhem Përparim. Po, është patrioti im, Përparimi është mik im. Do të me ne, se e kam djalë të mirë. Po, Përparim, tani ti po na dëgjon, e besoj, edhe Polonia është skuadra që na ka rënë përballë, të paktën në ndeshjen e parë. Ti e di ne që unë tifoz me Suleveun edhe me kombëtarin jam, me Patriot. Kështu jemi të gjithë, pak e po. Dëgjoj tash. Ha. Unë them se me Poloninë mund ta kalojnë, po t'japin shpirtin në fushë, t'japin 120. Kjo është. Po, dhe ne këtë po të thonim. Kjo është shumë e rëndësishme. Se nuk është ashtu këshedica, edhe me Anglinë e bajtë e gjenë me 74, edhe do mirë. Po luftuan mirë, them se mund ta kalojnë. Duhet një. Jo si tifoz, po them se mund tash. Po duhet një mobilizim shumë I madh nga lojtarët edhe nga trajneri Silvinjo. Po them t'japin 120%. Duhet patjetër. Po vështirë është ditë. Këto 2 ndeshje që do ketë Shqipëria tani në play-off janë ndoshta edhe më të rëndësishme se ato që do ketë po të kualifikohet në botror. Domethënë nëse realizohet njëherë kjo ëndra e madhe që të jemi në botror, për ne është plotësuar pjesa më e madhe e gjithçka. 70%, po. Kështu që duhet vërtet të japin maksimumin. Okej, po ndonjë gjë për Skënder. Shëndet, ta kalosh mirë, edhe të uroj shëndet. Gjithashtu, faleminderit. Faleminderit. Shiko, e tha edhe ti e the shumë mirë që këto janë 70% të asaj arritjes tonë të madhe, sepse kaq shumë peshë do kenë këto 2 ndeshje dhe kaq shumë emocion do kenë këto 2 ndeshje, sa mund të kenë vlerën e një çerek finale ose një kalim I grupesh në botror, sepse kupton ëndrrën që plotësohet nëse ne kualifikohemi në botror. Nëse hymë do ta kemi, domethënë mund të kemi shanse për të kaluar edhe një fazë për arsye sepse janë kualifikuar shumë ekipe të dobta për në botror. Që mund të bien shumë, është sigurt që do të kesh 2 nga ato. Kështu që pastaj ti varet edhe si ti ishujt Komoros. Po ndërkohë do kesh eliminuar po themi Poloninë dhe një mes Suedis ose Ukrainës dhe ky nivel është aty. E mirë që të shkojmë pak te Suedia dhe te Ukraina. Unë thash Suedia është ajo që do ta fitojë ndeshjen përballë Ukrainës. Jam I bindur për arsye sepse ato element që ka Suedia do di dikush që t'i vut edhe një herë në shinat e trenit, sepse nuk mund të lërë gjithë ata sulmues dhe gjithë ata lojtarë të tjerë, super mbrojtësa, super besueshor, duke humbur një ndeshje përballë Ukrainës. Dakor, po a është e mjaftueshme koha që ky trajner sapo kë kanë marrë ata? Nuk e di kush është trajneri, kush është emëruar trajner, po dëgjova që Ukraina shkarkon trajnerin dhe mjafton Suedia shkarkon. Më fal, Suedia shkarkon trajnerin dhe kushdo të vi do të jetë një emër I njohur ose një emër që ka eksperiencën e dur për të futur dhe një shinat e trenit Suedin. Dhe unë jam I sigurt që
do të jetë Suedia ajo dhe ndeshja e dytë absolutisht jemi gabim kur themi ose kur e krahasojmë që e mundi Kosova. Le që Kosova ka një ekip 3 herë më të mirë se ne. Domethënë nuk e egzagjeroj as pak kur them 3 herë më të mirë se ne. Kosova. Jo 1, jo 2, po 3 herë më të mirë se ne. Jo, patjetër. Muslia, Muriqi, Aslani, Zhegrova, imagjino tani lojtar të Juventusit i ke në stol. Delova, ai mbrojtësi majt ai shumë i 20 vjeçari. 20 vjeçari Gallopeni, portieri Muric, një nga portierët më të mirë në Serie A. Momentalisht është nga portierët më të mirë në Serie A me Sassuolon. Rahmani, qendërmbrojtësi që i ka dhënë Napoli 2 kampionate, 2 Serie A. Po, përveç emrave që ti po i merr kështu 1-1, dakor, po, ata kanë edhe grupin, jo vetëm grupin, kanë edhe trajnerin Foda. Shumë i mirë. Një trajner profesor i vërtet. I cili është tamam gjerman, siç janë gjermanët, unë po shikoj për herë të parë një trajner gjerman tek ekipi i Barcelonës dhe po shikoj se çfarë bë ka shkolla gjermane. Është strikte, është racionale, nxjerrin gjithmonë më të mirë në lojtarëve dhe nuk toleron asgjë. Ne kemi diskutuar këtu kur Zhegrova dhe një lojtar tjetër i Kosovës shkuan në një pub natë ose një lokal natë dhe i hoqi pa as edhe një problem dhe e kryqëzuan trajnerin. Kush është ky trajner që po bën këtë lloj veprimi? Madje edhe unë si fan si Zhegrovës e kam kritikuar atë trajner, thash çfarë po bën ky zotria mos pavarësisht se ai mund të ketë shkuar një ditë në parti, është lojtari më i mirë i Kosovës. Jo, nuk është fare. As Zhegrova, as Rastica, është grupi e para. Dhe janë dhe unë mund të them Muslia sot për sot. Në fakt unë e kisha do ta diskutonim dhe Kosovën. Janë 2 lojtarë kryesor që bëjnë atë, domethënë që unë shikoj që janë 2 lojtarë me potencial atje. Ai Fisnik Aslani shumë futbollist i mirë, shumë Ofenemi nga Bundesliga 2. Eblen Ofenemi ka shënuar deri tani një 8-9 gola mos gaboj. Është shumë në formë. Super në formë, me kombëtare po thuash se çdo ndeshje gol, është i lehtë domethënë ai është si të thuash roli këtij i Lewandowskit. Domethënë nuk mund ta krahasoj se bëhet fjalë për një super po tipi karakteristikat i ka fikse të Lewandowski, i gjatë dhe vepron me topin kur nuk e pret kundërshtari, e kupton? Siç bëri dhe golin në ndeshjen e dytë kundër ekipit Suedis. Pra është kundër Slovenisë. Pra është një sulmues i kalibrit të lartë tashmë. Bën 2 sulmues të kalibrit të lartë, sepse Muriqi është domethënë me Mallorcën luan Muriqi. Luan në La Liga. Shënon çdo fundjavë, shënon Realit, shënon Barcelonës. Është sulmues fantastik Muriqi. Dhe jep shpirtin për Kosovën. Pra, motivimi, dëshira, disiplina. Fakt vjet. Dhe trajneri është trajner më i mirë i Kosovës se Satoni. Domethënë po të them komplet çdo merre në çdo aspekt Kosovën dhe merre Shqipërinë. Po të them, madje edhe Kosova e ka dhe më të lehtë se ne. Domethënë tani më të lehtë. Puna është që Kosova duhet të eliminojë Slovakinë, gjë të cilën mund ta bëj. Dhe pastaj ndeshjen e dytë e luan brenda me Turqinë. Do jetë interesante në fakt përballja mes Kosovës dhe Slovakisë, sepse kanë edhe këtë që nuk e njeh si shtet Slovakia. Nuk e njeh si shtet. Nuk e njeh si shtet. Do ketë akoma më shumë dëshirë. Motivim për t'i treguar që ja kush jemi ne. Kush jemi ne, ja të njohim ne tani. Se Kosova Slovakia dhe Slovenia që u përball Kosova janë 2 kombëtare thuajse të ngjashme. Si në stilin e lojës, si në flamur, si në tradita, janë shtete fqinje dhe shtete të ngjashme me njëra tjetrën. Edhe nga niveli futbollit, ata janë aty, shkuan të dyja në Europian, kaluan të dyja. Kështu janë ato, kështu si paralele. Janë pothuajse nuk ka shumë lojtar të njohur që luajnë për kampionate, domethënë elitare, por ka lojtar mesatar të një niveli që si të thuash janë shumë të motivuar si kombëtarë, edhe është grupi shumë i mirë. Por unë them që Kosova është më lart dhe do të kalojë Slovakinë, pastaj me Turqinë. Të diskutoj përsëri për me Turqinë sepse Turqia është pas telefonatës. Turqia është po kemi telefonat. Përshëndetje Petriko. Përshëndetje, ja dhe Spartaku. Spartaku është një lloj si Muhameri. Të njëjtat gjëra që bën janë të dy djegës të rjetit të radios. Tash Spartaku më merr dhe në radio mua. Edhe ka një ori për sportin. Nuk e vjen në dyshim që Spartaku i ka një ori. Ta dëgjojmë Spartakun tani. Fjala për ty. Atëre Petrika Spartaku nga Kolonia të përshëndes miqtë të radios juve dhe Regjinë në studio. Faleminderit. Atëre more vlesë për sortin. Unë mendoj që sorti Petrika është shumë i vështirë dhe e një mirë futbolli. Ja tu atëre duhet të thirret patjetër sulmuesi kryesor Asani
që do t'ishtë një nga dyshet më të shkëlqyera Asani Broja. Jasir Asani? Po. Edhe duhet me... Spartak, po më shgënje Spartak, se Asani nuk është më... A i sulmu si që ishte për para 2 vite. U vrejnë Petrika. Asani nuk e ke më në gjëndje të përballoj në 10 minuta. Le pastaj të dalë aty ku do të dalë ai te goditja e tij me të majtë. Nuk mund të ecim më me fatin e Asanit tani. Kemi sulmues më të mirë. Dëgjoj, po të ishte Asani në Anglezin atje në 11 mesi ku që topin në lëvizje atje kish bërë goloj. E vërtet është, po a do dilte do të Asani atje tani janë situata se më falë që po ndry unë, po u lodhë me Asanin, Spartak. Do me thënë e pritëm Asanin, e pritëm disa ndeshje që të nuk mund të varet fati një ekipi të tërë të gjuajtja e Asanit, e kemba e majt e Jasir Asanit. Do me lodhë është të presësh aq shumë sa të bëj gola i që të kualifikohemi ne. Kështu që më mirë me ndojnë futbolist tjetër. Edhe lojtari e sësia jo pelma ke prozor shumë edhe plaket pasaj. E po mirë, po besoj që ai ka e zauruar kontributin e tij në kombëtaren shqiptare dhe nuk mendoj që ka se çfarë t'jap më. Gjithsesi, nëse vjen në formë ai deri në mars, nuk e dim pastaj se si do të shkojë. Do jetë e vështirë. E drejtë, sa për Kosova më shumë, unë mendoj që Kosova i ka më tepër shanse se neve. Këtu jemi dakord të dy domo. Këtu të pëlqejmë Petrika. Spartak, faleminderit, të përshëndesim. Gjithë të mirat. Tani jemi në fakt në fund të pjesës së parë Petrika, do të kemi përsëri për diskutuar sepse është dita e shortit siç e tham dhe normalisht do të kemi dhe reagime, kemi dhe diskutime që ka pasur për këto përballje si të Shqipërisë dhe si të Kosovës në rrjet, disa janë mirëpritur, disa i shikojnë me skepticizëm, kështu që do të flasim në pjesën e dytë për gjitha këto. Tani do të shkëputemi vetëm për pak fare momente publicitet dhe do të rikthehemi sërish. Jemi rikthyer në pjesën e dytë të emisionit Tash e them sport. Në fakt ishim duke folur me Petrikën, por edhe me telefonues të shumtë të cilët na ndjekin në RTS Korça për shortin e kombëtares shqiptare. Jemi në play-off të botrorit dhe ekipi Kuqezi bëhet gati për 2 sfida vendimtare, të cilat nëse i fiton do ta katapultojnë menjëherë në Amerikë në verën e ardhshme, verën e vitit 2026, do të ishte një ëndër shumë e madhe për çdo tifoz shqiptar, por edhe për ata që s'janë tifoz, sepse ta shohësh Shqipërinë në një kampionat botror është një arritje që ne deri më sot nuk e kemi provuar ende. Gjithmonë kemi bërë tifozllëk për ekipet që ne jemi tifoz për kombëtare, por që asnjëherë nuk e kemi provuar. Madhështore është Petrika të shohësh kombëtaren tënde, të vendit tënd në një kampionat kaq madhor. Të shikojmë edhe Shqipërinë ashtu dhe Argjentinën pastaj. Domethënë do kemi 2 ekipe për të bërë pastaj se unë jam pak më ndryshe. Me Shqipërinë diskutohet, po që domethënë do jetë interesante pjesa e të parit të ndeshjeve. Nuk sidomos tani që do ketë shumë ndeshje, sepse bën shumë ekipe të kualifikuara. Vetëm se do të kenë problemet e orareve, gjithsesi ne do të jemi. Messi do të jetë me Argjentinën. Patjetër, Messi do të jetë patjetër. Madje Messi po kërkon edhe ekip tani në mënyrë që të mbajë veten në formë, sepse pas play-offit të ndeshjeve, sepse MLS është drejt fundit, drejt ndeshjeve të fundit, dhe po kërkon dhe ekip që të mbajë veten në formë për ndeshjen me ndeshjet e kombëtares, sepse unë them që Messi do të ishte interesante. Messi do të jetë protagonist përsëri. Një edhe në këtë botror, edhe pse po shkon 40. Do të jetë një ëndër shumë e madhe. Jo ëndër, sepse unë jam i bindur që kjo nuk është më ëndër, kjo është objektiv i Argjentinës dhe unë kam shumë besim që Argentina do të jetë një nga ekipet që do të shkojë deri në finale. Edhe pse jo do ta fitojë. Sepse ka një brez të shkëlqyer, ndërkohë që Argentina ishte nuk po flet si tifoz. Jo, ndërkohë që Argentina se mbeti telefonin dorë sepse dua të lexoj në fakt reagimin. Ta mbaroj. Në 2022 nuk u nis si favorit, por eci gjatë rrugës me shpirtin e garës, sepse Argentina është një ekip që është shumë e lidhur me tifozët dhe një ekip që le shpirtin për futbollin, e kupton? Madje ne kemi parë ato deklaratat që kanë shitur PlayStation dhe motorin e babait vetëm për të parë Boca Juniorsin. Janë lem kombëtare në zbinata, ata janë të shmendur pasaj për kombëtare. Dhe unë them që Argentina do të jetë një nga pretendentet kryesore për ta fituar sërish. Domethënë janë kampionët në fuqi dhe të mbeten. Po. Me Messin në super formë. Jo mos qesh. Messin që po shkon 40 vjet. Le të shkojë 40 vjet. Messi nuk vrapon. Messi tipja topin, edhe di ai pasaj. Ku do ta nis topin? Po që ka një brez të artë. Do ta shohim, shpresojmë pse ka shumë tifoz në Shqipëri me Messi, sidomos dhe në Korçë. Unë do t'i lutesha edhe një regjist ta afishonte edhe një numrin që të gjithë të kenë mundësi tani për të na thënë mendimin e tyre qoftë për Shqipërinë,
por mirëpresim edhe për Kosovën, sepse do diskutojmë edhe pak në këtë pjesë përsëri për Kosovën. Po, në fakt do dalesha pak tek reagimet që janë shkaktuar më njëherë pas dhe normalisht besoj deklarata apo reagimi më i rëndësishëm është i presidentit Federatës Shqiptare të Futbollit, Armand Duka, i cili më njëherë ka publikuar një foto me Infantinon, presidentin e FIFA-s në profilin e tij dhe shkruan duke të entuziazmuar. Në fakt, ka qenë pjesë e ceremonisë të shortit Armand Duka aty dhe thot, para këtij trofeu nis edhe ëndra jonë më e madhe dhe ka në duar trofeun. Nuk ka qenë dhe nuk do të jetë kurrë lehtë, por kjo skuadër disi të shtyjë kufit. Fillimisht Polonia, pastaj fituesi mes Ukrainës dhe Suedisë dhe ne do të jemi gati për çdo sfidë. Kjo kombëtare ka zemër, ka besim dhe ka gjithë popullin shqiptar pas vetes. Me rëndësishmja domethënë. Po. Na prifte çdo kombëtare ka popullin e saj pas vetes. Ne sikur e kemi pak më shumë apo jo, kështu na duket ne. Jo, po të thoya Argentina e ka 10 herë më të madhe pjesën e pas vetes se sa. Shikon, edhe në Europian ishim ekipi me tifozëri. I mban me 3 ndeshje tona në Europian me Spanjën, Italinë, vogël, dhe një ekip që s'ke shkuar donjëherë. Gjithë stadiumi ishte i kuq. Po tjetër, patjetër. Po them, nëse je shtet i vogël, një ekip që s'ke shkuar donjëherë, një shtet që e do futbollin, siç e duam edhe ne, atëherë normalisht që mbështetja do të jetë shumë e madhe. Plus, ndeshja do të luhet në Amerikë, gjithë korçarët që kemi atje dhe gjithë shqiptarët që janë aty do të jenë në numër shumë të madh dhe nëse ne shkojmë në botëror, mbështetja do të jetë absolutisht nga më të mëdhajat për kombëtaren tonë. Gjithsesi, unë nuk jam shumë fan si presidentit, nuk është se është në figurat që mua më pëlqejnë. Një figurë që kur kam filluar të shikoj futboll në 2002-2003, mos gaboj, ai është president federate, kur kuptova çfarë ishte president i federatës, që nga ai moment dhe deri tani që flasim, është president federate një person. Dhe nuk është se dhe hapat e ndryshimit për kombëtaren, për kampionatin, për këto, kanë ardhur me hapa shumë gradual. Dhe madje po flas për superioren shqiptare, ishte Skënderbeu ai që ngriti nivelin. Tani po bie përsëri dhe përsëri federata ngelet aty me një hapa shumë të vegjël, të shpresoj, domethënë federata kanohet. Ka zëra që thon se un kam qef kur të ngacmoj kështu, kur sidomos kur ti shpreh atë mendimin tënd për gjëra kështu si se më pëlqen natyrshmëria se si i thua mendimet. Ka zëra që thon që Armand Duka nuk ka një njeri tjetër që mund ta bëjë më mirë detyrën e presidentit të federatës. Kjo është shumë e gabuar. Se Armand Duka. Jo, kjo është shumë e gabuar. Kanë nënvlerësuar praktikisht 2.400.000 shqiptar që jetojnë në Shqipëri. Domethënë nga këta mund ta bënte shumë prej këtyre. Ta marrun. E bëj. E bën. Po e bëj patjetër. Edhe ti e bën. Të gjithë e bëjmë. Po e bën dot, jo më pëlqen. Po ne apo nuk është ndonjë shkencë e madhe ti je presidenti i federatës, bre. Mirë, po këtu janë të lidhura gjërat që s'vejmë dot ne unë dhe ti, e kupton? Dhe sepse ne do mendonim për futbollin, për fushat, për akademinë, për stadiumet. Nuk mendon njeri për ato. Ato mendojnë, mendojnë për ato, po pasi marrin ato gjërat e tjera. Sepse kështu ka funksionuar gjithmonë në këtë vend. Dhe tani se duhet merremi, ai është një figurë nderuar aty ku është. Dhe mendoj që ja ka dalë sepse në këto vitet e fundit. Kush ja ka dalë, Armando? Ka dalë në drejtimin e tij kombëtare shqiptare, është aktualisht. Çfarë roli ka? Është aktualisht po ka rol ai, si s'ka. Roli presidentit në kualifikimin e kombëtarëve është një lloj se tash mos ta bëjmë fare politike. Ja, doli Edi Rama në qeverisjen e Edi Ramës, Shqipëria ka hyrë 2 herë në Europian. Po jo, nuk ka lidhje. Dhe kjo e federatës kështu është, bre. Se s'është Duka ai që i fut. Po se si bën gola Duka, unë i bën trajner. Po mirë, Duka sjell trajnerin, ka frymën e skuadrës me futbollistët. Duka ka fatin që ka gjetur mënyrat e dhura ose si të thuash, ka ato tentakulat e dhura që të gjej lojtarët të cilët janë në formë shumë të mirë, sepse tani na i ofron tregu më. Kemi shumë lojtarë që luajnë në kampionate. Ti ke me Don Perishin që luan në Serie A dhe nuk luan as një minutë në kombëtaren më. Do luaj. Ti ke një padurim për këto gjëra. Jo, unë do të them këtë që kemi shumë lojtarë, kemi të cilët nuk ka nevojë të zbuloj Duka ose s'ka nevojë të zbuloj dikush tjetër. Dalin vetë, po vetë do dalin, se sot kemi telefonin në dorë. Një gol që shikon që e ka bërë një lojtari ton në Turqi ne e shikojmë, që ka bërë në Serbi ne e shikojmë, që ka bërë në Sloveni ne e shikojmë. Pra duke lojtarët në Rusi gjitha me radhë.
puna e federatës ose puna e dukës. Pse nuk merr ndonjë nga këta futbollistët korçar që luajnë jashtë? Është Uerdi Mara dhe Dejan Liça. Nuk është se meritojnë, të themi atë që është dy. Nuk janë. Po jo, më kemi shumë lojtarë më të mirë që luajnë në kampionate shumë të, nuk mund të marrim nga kategoria 2 turke tani. Këtu, domethënë unë sa i dua, domethënë të kemi ne një lojtar korçar, po që edhe kjo është kote, kupton? Se s'është ndonjë gjë e madhe. Se nga Korça ai apo jo. Para disa vitesh përfaqësohesh me nga një korçar. Po mirë, nuk është ndonjë gjë kjo. Po kam një korçar. Aty s'ka nga Tirana edhe nga Shkodra, aty janë të nga Kosova janë edhe të rritur jashtë, kështu që. Okej, pse? Nuk bëhet këtu tani, nuk ka më rëndësi ku ka lindur lojtari apo çfarë ka bërë. Po kjo pjesa të pëlqen Petrika që nuk kemi të huaj të shqiptarizuar. Për shembull mund të kishim ndonjë futbollist. Jo, mos do të edhe kjo do një problem i madh. Për shembull Ola Inka është folur më përpara që do merrte pasaportën shqiptare dhe do luante me kombëtare. Nuk ndodhi kjo sepse Ola Inka arriti një nivel shumë të lartë saqë arriti direkt dhe ka ardhur ftesë edhe nga kombëtarja dhe madje vazhdon dhe grumbullohet në dienin time. Me Nigeri. Dhe pse Nigeria tani ka sulmues kalibrit shumë të lartë, Ademola Lukman, Victor Osimhen, Chukwueze, Ezhuk, pra ka një dhe pse su kualifikuar për botëror, ka një Moris sulmues shumë më të mirë se sa Ola Inka, i cili tashmë është 32 vjet. Gjithsesi, për të qëndruar te kjo pjesa nuk ka rëndësi nga është lojtari më. Rëndësi ka që ai ka ardhur në kombëtare, por që kjo pjesa duke i dhënë merita dukës një njeriu që ka mbi 20 e sa vjet president federate, ku e dim ne që nëse vinte dikush tjetër mund të bënte më mirë se Duka. Po, mirë, okay. Ai hedhur poshtë të gjitha ato që ka bërë, Është një temë që në fakt nuk është ke shumë çfarë diskuton. Po nuk është se po e shaj. Mua më pëlqen më shumë të pyes kështu, madje do doja edhe ndonjë telefonues që të na bashkohej, sepse është vërtet një temë që ha diskutim në fakt. Kush është ekip më i mirë, Shqipëria apo Kosova? Kosova. Patjetër Kosova, unë ta thash, është 3 herë më i mirë se. Më thuaj disa arsye, domethënë që ti argumentosh pak. Unë e thash pak edhe po të them, disiplina që është e vendosur nga trajneri që është absolute, nuk ka asgjë. Disiplina është, nuk ka. Ku këtu te ne? Pse më dhe këtu ka disiplinë? Për shembull, po mos e mirë, ama thuaj që të them unë që s'ka disiplinë. Për shembull, ja të them unë. Stili e Armando Brojës në fundin e ndeshjes me Andorrën, ajo mërzia, ajo mos bashkimi me ekipin për të festuar, e ndëshkoi duke lënë stol në ndeshjen e radhës me Anglinë. S'është këtu një lloj disipline? Pse kjo e ndëshkoi thoti? Po pse? Shko, te ne ka, unë e thash. Po disiplina është i tregoj që do sillesh mirë dhe do bëhesh pjesë e skuadrës në çdo moment sepse ndryshe unë të lë në stol. Ja, nuk e la në stol nga ajo gjë. Nuk e la në stol nga ajo. Këtu ka, se unë e thash pak edhe te emisioni sport ditën e anë, po këtu mund bëjmë më shumë thash e theme sepse kështu e kemi dhe. Ore jepi fol. Këtu ka trekëndshën e ja. Dhe merr edhe këtë deklaratë nxirre ku të duash, bëje, domethënë le ta marr kush të doj. Këtu ka një trekëndsh, gazetar, trajner dhe lojtar. Dhe ka lojtarë të cilët luajnë në kombëtare në bazë të njohjeve të miqve dhe të si të thonë ndërhyrjeve që bëjnë në trajneria ose dhe në federat. S'dua ta besoj, po që është kjo. Dhe Myrtë Uzuni luan në Amerikë. Është një lojtar që jep për kombëtaren, okay. Shpirtin. Jep shpirtin, është nuk kam çfarë i them. Po tani luan në Amerikë, ka lojtar më të mirë që luajnë në Europë se sa Uzuni. Dhe ti ky nuk e mirë. Prit, Rejmanaj, nga luan në Dubai. Është kjo që të them. Luan në Dubai. Dhe unë dëgjoj një deklaratë. Po është i mirë më Petrika, le të luaj këtu të dojmë. Unë do të them edhe jep por me kombëtaren shqiptare, po marroj mendimin do të le, po me kombëtaren shqiptare ka luajtur edhe lojtar. Kush ka luajtur mirë? Jo, luaj. Manaj. Një ndeshje. Telefonues të dy nuk e gjejmë dot ne. Kosova apo Shqipëria? Kosova apo Shqipëria, kush është më mirë? Kosova është edhe 7 herë më mirë se ne. E mirë se unë thash 3, ti thua 7 je shumë okay. 7 herë. Po. Unë do të bëj një pyetje. Një pyetje do të bëj. Jepi. Kombëtarja jo nuk u ka 11 futbollist stabël të 11, so ai ndron Azan, futi Zen, Aganin, Futelatin. A kuptoni? Po, atë bën. Uaj të kenë 11 lojtarë kombëtar jo stabël. Okej. Stabël e ka 11 çan mund. Paktën në këto eliminatë. E ka me Rejmana, stabël jemi. Që nga dita e parë. Ai ndron për minutë, fut janë, fut ato zoni, fut.
Okej, ju faleminderit për telefonatën, shpresojmë të dëgjojmë sërish javën tjetër. Shumë jem të mrekullueshme. Faleminderit. Unë kam për Skënderbeun, atje më vjen me ajo. Jepi dhe një koment për Skënderbeun sepse kemi dhe ne do ta prekim pak fare në këto minuta të fundit. Ata më djej zemra e të shkoj në Burrel e ta shoh Skënderbeun. Shiko, po fitovi dhe në Burrel, besoj se Skënderbeu i mbyll llogarit, po. Me Apollonin e gjeta të ti dhe. Asa, se s'ka marrë dhe me Apollonin a fituam. Po, e gjete, unë thashë nuk fiton, po. Me vështirësi fituam, aty ishte ndeshja jo ka. Kini bërë në sajin e kini bërë vendër, kuptona me jo? Po. Qa tha? Nuk e kuptova. Mirë, faleminderit për telefonatën. Suksese unë e urojtë të zotit që të dyve. Faleminderit. Do të them edhe diçka për ta mbyllur atë që po diskutonim. Prap në Radio Tirana, kur kthehem nga rruga, dëgjoj emisionin e Ervin Petraq Bakut, se më pëlqen t'ia them edhe emrin në mes. Edhe në emision ishte një figurë sportive si Redi Jupi, analist, trajner, i ka të gjitha aspekte. Ish futbollist. I ka të gjitha. Tani, për të vërtetuar atë trekëndshën që unë them, gazetar, trajner, lojtar, influencues, tani tha diçka. Redi Jupi tha, sa herë që kombëtarja shqiptare hyn për të fituar një ndeshje, duhet patjetër të aktivizojë Reimanaj. Tashi unë e dëgjova këtë dhe po prisja ta argumentonte. Më dha një argumentim që të pëlqeu. Jo, pra, thjesht dha argumentin që ai donte të jepte në mënyrë që të ketë sa më shumë publicitet. Figura e Reimanajt duhet të ketë publicitet, duhet të ketë. Po interesoj, se ka djalë Reimanaj. Jo, mos e ka, po ka rrethin, po të them, trekëndshin që unë po të them. Ka trekëndsh Bajrami, Manaj, Asani, mirë. Të gjithë këta, të paktën Manaj, përderisa ka shkuar në Dubai, nuk ka ndonjë qëllim, është domethënë në Dubai nuk duhet të merret me. Po, është në 2-3 vitet e fundit të karrierës së tij, kështu që nuk ka ndonjë pretendim për të shitur. 32 vjet sa është. Po do los 35, 36. Po vajte të luaj për lek aty se s'ka më e pa. E kanë fjalën. Luajti me gjithë ekipet këthe. Nuk duan që ta shesin Manajn diku dhe do ta reklamojnë. E marrin se ju bën punë o Petrika, ju bën gola. Ju bën punë kur i ka bërë gola 7. Me Serbin, gola. Po jam bari një që azuri këmba. Po tash, kështu është kjo punë. Tani, që të dalim edhe një herë te Broja. Broja po kalon momente të vështira, qoftë psikologjike, qoftë me klubin nuk po luan. Tashi i vjen, si të thuash, mamaja Brojës, sepse mamaja është Anglia, Premier Liga. Dhe tani do që ta shikoj djalin e saj, sepse ai ka aty ka trajnerët, janë kolegët e tij në Anglia. Pra, dhe ai del dhe nuk e fut. Dhe nuk ja bën këtë ndeshje sepse Mirja Beri që se futi se s'po jep asgjë. Se futi Bajramin. Nuk po jep asgjë. Ja, dha gjë zotri Broja në ndeshjen me Anglin. Në ndeshjen me Andorën. Alo. Urdhro. Po na lidh me studio. I lidhur, ne jemi. Alo. Ne jemi zotri në studio, i lidhur je me ne të dy. Nga Lushe e vlas, ai zotnia se kam 20 herë që ndjoj. Aha. Cilin, mua apo Petrikën? Ka me mane në që fleta që. Po me nuk Lusja. që në gjende trajneri mos ta fuzi. E shikon, të doli një lushnjar që po mbron Manaj. Ashtu. Po, lushnjar jam. Po kur ka qenë ndonjë në forma? Kur ka qenë në forma ai? Para ndeshjes me Serbin ka qenë. Me Serbin një ndeshje. Unë të ndjek gjithmonë jam lushnjar, sensacion unë të ndjek. Ti zotni gjithmonë e shan të manen. Po ai zgjedh nuk jep. Ja nuk e shan, jo. Sa lojtar më të mirë se Manaj kemi. Ai që është aty në moment, është një baba me 2 fëmijë. Nuk e di kush fëmijë punon më shumë, kush punon. Po pra po. Është ka një lloj rjeti në kombëtare që funksionon kështu dhe kështu do funksionoj. Manaj do të jetë aty. Ore, Manja ka pasur baban futbollist, ta dish ti. Po s'ka të bëjë, më le ta ketë patur çfarë doja ai. Po. Ty të pëlqen Manaj si futbollar, po të pëlqen vetëm se është lushnjar, patriot i jot? Jo, vetëm rastet që ai krijon. Edhe Asani gjithë më pëlqen. Nëse e kishim te Manaj, po që unë nuk... Jo, po disa herë para 2 javësh si prapë për me Manën.
tani ajo... Çdo emision me Manaj do merrem. Zotri, me Manaj do merrem çdo emision derisa të largohet nga kombëtarja se nuk ka çfarë jep ai lojtar për kombëtaren. Po tani, ai trajner është botalla, ai që fut... Jo, ka të tjera pra paskena pa e fut. Kush tani? Po kam, ore zotri, jam o të ta bëj një pyetje shumë të saktë. Tani, si ka mundësi Edi Reja, përpara Edi Rejas, ky trajneri Silvinho, sa herë vete puna dhe Manaj titullar dhe kombëtarja që ka shënuar vetëm 7 gola. Edhe unë kam qakur umi penaltim, po kur beri gol nëse din, se gëzove ti. Si? Se gëzova unë? Po unë gëzoj se fiton kombëtarja. Se ti edhe unë bashkë. Vajti Jazuri Kamba Manajt njërë në 5 ka 10 vjet që luan me kombëtaren më zotri. Ka 10 vjet më, ka më shumë se 10 vjet që luan të gjitha ndeshjet decisive Manajn më. Në 76-ën në 76-ën unë kam qenë klas 7. Beri për shërim kosh atje dhe uaj në ati ekipin tim kapa topi dhe yri nga koshin kosh. Mos, shiko. Tani ty dhe kapi një kema. Ja kapi jo, një ashtu vajti puna, qërë tani? Të themi atë që është. Zotri, ka 12 vjet Manaj që luan në kombëtare dhe ka për vetëm 7 gola në 100 ndeshje. E di apo se di? 100 ndeshje. Po 12 vjet, po e zure 20 në sezon. Dikote 50-60 ndeshje ka Manaj, nuk i ka bërë. Edhe 7 gola, 10 ndeshje 1 gol. Po mirë, aq gola bën Shqipëria. Ore Shqipëria 3 gola bën gjithë eliminatorët. Si do bëj 7 Manaj? Çfarë bëj? Me gjon jo, për gazetari kam kriju një respekt. Jo, shiko, zotri, më fal. Ti ke ka 10 emisione mane. Pa, mirë, është mendimi ti, kështu e... në mars. Po jo, gjemon... Shpresoj të në antikësh. Edhe kur ha buk shtite, ndonë gjemon e buk. Me Manaj do merrem edhe kur ta buk. I madh, zotri, e Lusha. Nuk ka gjimon mishe, pa edhe kërnaska. Zotri, falemderit, ishte një ndryrje e lezetshme sepse një patriot që mbron rej Manajn, në fakt Petrika është pak i ashpër me Manaj, por mbase Manaj bën një gol në botror që të na dërgojnë në botror fillimisht dhe i kthehet mendja. Po ta kthej Petrika. Po, pa tjetër nëse na çon në botror dakord jam, po dëgjoj tani një sekond. Kur fillovi Europiani, më ke marrë në telefon, nuk kam qenë i ftuar, nuk kemi drejtonin bashkë. Jo, po falni sekond. Të kam thënë diçka. Tashi, në Europian kishe sulmus Daku super form, Broja super form, Uzuni kush ishte tjetër. Nuk e mori fare. Pra ishit të gjithë në super form. Daku nuk është provuar asnjëherë në kombëtare shqiptare siç duhet. E mendonje përpara Europianit i provuar aty. Manaj është. Po si është i provuar ky lojtar me 7 gola bre, dhe lojtar që si pas gjë. Ai bëj no tash këtë muhabetin e golave sa të bëj Manaj. Manaj i sulmuar. Si thua është i provuar? Po kush ka bërë më shumë se Manaj? Po 12 vjet, 7 gola. Nga këta që janë aktualisht, kush ka bërë më shumë se Manaj? Unë në rregull, mos po them, unë po flas, jepi elementëve të rinj, okay, lojtar sa të duash, ti që mund të marrësh vend të Manajt, jepi atij Indrit Tucit, jepi atij të Anis Mehmetit në Championship që luan. Merr edhe një lojtar tjetër, po pak sa të duash ke. Dhe vazhdon, vetë si shkon puna. Ore ne të kemi këtë të them unë tash të them unë Rashfordin, ta kemi neve nga Shqipëria. Super lojtar tani. Prap në formacionin titullar do jetë Manaj. Është edhe një muhabet tjetër, Petrika që fituesi nuk gjykohet. Ai deri tani po me rezultate është në play-off, jo Manaj edhe Shqipëria dhe ai që e fut si Manaj, çfarë kontributi dha Manaj për futjen në Europë? Dha ndonjë kontribut? Në Europian. Në Europian, bëri ndonjë gol? Bëri ndonjë gjë? Manaj jo. Jo. Asgjë. Na futi Asani. Madje Ernest Muçi ka bër gol dhe Manaj jo. Asani, Bajrami, Daku, këta ishin. Muja erdhi luajti një ndeshje aty në Serbi, në Çeki. Pra, Manaj su duk fare, erdhi Europiani, Manaj titular. E po dal tani se ka diçka që shkon këtu. Ka vetë minute 90, një rast kishte Manaj, atë dy ta kishte bërë atë se beri. Pastaj vjen ndeshja e dytë. Me ndeshja e dytë në Europian ne kemi luajtur me Kroacin, mos gaboj. Po, edhe e treta me Spanjën. Po, e treta me Spanjën, me Kroacin. Ne po tham tani, e pa Manajin që s'bëri asnjë gjë. Madje gjithë topat e gjatë vinin Manaj ishte i shkurtër, nuk i luftonte dot. Tani prisnim Dakun, prisnim Brojën në qendër të sulmit, prap vete Manaj titullar. Ndeshje tretë. Broja në krah, Manaj titullar, prap. Vin në eliminatore, Manaj titullar, prap. Manaj.
Ore, ju bër magjia ajo, se s'ka mundësi po të them. Ai është magjistar nga Lushnja. Është një lojtar i fortë, potent që e mban ekipin përpara. Trajneri përderisa e mban. Shikon diçka tek ky futbollist. Ore, është ai Klani, si them unë tani po. Golin në Serbi e bëri ai edhe na ndroi na kënaqi. Do të tregoj thuaj të fundit se okej, do të tregoj një listë gazetarësh, po nuk do t'i them emra. Jo, nuk do të them emra. Dhe lidhjet e tyre, lidhjet e tyre me lojtarët e kombëtarës. Po mirë, gjëra që ndodhin janë. Redi Jupin e kemë mana 100%. Po mirë. Është brenda në listën e ma. Sa bukur e shpjegove atë ditë, domethënë, më vinte ti bia aty kroskotit në makinës të radio aty s'po e fikja dot. Kjo është ideja. Po. Tashi, rëndësi ka që të futemi në botror. Këtu e mbyllim muhabetin. Po, inshallah as e kemë prap manaj. Le ta bëjmë manaj golin. Kush dole të na fut? Ja thon ti jemi në botror. Po. Okej, jemi në fund të emisionit Thashë Them Sport edhe për këtë të enjte, do të shihemi sërish të enjte në ardhshme sepse do të kemi përsëri shumë për të diskutuar. Deri atëherë mirupafshim.